Para një vit e gjysmë nuk e kisha idenë se si funksiononte kjo industri. Sot e shoh çdo gjë ndryshe. Kur fillova në fillimet e mia me tregjet financiare, nuk e dija se sa shumë do më ndryshonte ky rrugtim. Dhe nuk është thjesht një përfitim financiar, por është një ndryshim i plot në mënyrën e të menduarit. Çdo fillim është i vështirë. Edhe unë kam pasur vështirësitë e mia. Në fillim nuk kuptoja asgjë, nuk kuptoja terminologjinë, nuk kuptoja chartet, çdo gjë më dukej kaotike dhe kisha frikë të humbja para. Po, kam bërë gabime, kam humbur, ama çdo humbje më është kthyer në një mësim. Duke studiuar çdo ditë, duke u praktikuar çdo ditë, duke ndjekur mentorët që të udhëzojnë për çdo gjë, arrita të kuptoja që suksesi në këtë industri varet gjithmonë nga edukimi dhe disiplina. Sot që po flasim, nuk jam më i njëjti person si në fillimet e mia. Dhe kjo është më e vlefshme se çdo gjë tjetër. E para kam fituar vetbesim dhe e dyta një mentalitet të ri për suksesin. A ke menduar ndonjëherë të hysh në këtë industri dhe nuk e ditur se nga t'ja nisësh? Dëshiron që të ndaj me ty këtë rrugtim timin dhe pse jo të ndihmoj që edhe ti të fillosh? Atëherë më kontakto.